Fusha stërvitore e klubit ukrainas, FC Metalist 1925, ku aktivizohen edhe dy sulmuesit shqiptar, Ermir Rashica dhe Baton Zabërgja, është goditur nga një dron rus i tipit Shahed. Mediat në Ukrainë raportojnë se rreth 120 futbollistë të rinj që ndodheshin në kompleksin stërvitor të klubit ishin strehuar në momentin kur ndodhi sulmi dhe nuk kanë mësuar lëndime. Sipas të raportimit të UNN, bombardimi masiv i mëngjesit nga ushtria ruse goditi infrastrukturën sportive dhe droni Shahed ra mbi fushën stërvitore që klubi nga Harkivi e kishte marrë me qira në Kiev, nga Kolegji Olimpik Profesional Ivan Pidubni, si pasojë shpërtheu një zjarr i cili më pas u shua. FC Metalist 1925, FC Policia dhe Kolegji Olimpik Profesional Ivan Pidubni kanë njoftuar se do të punojnë së bashku për të rindërtuar sa më shpejt fushën e dëmtuar. Pavarësisht goditjes, procesi stërvitor i Akademisë FC Metalist 1925 do të vazhdojë sipas planit. Klubi po zhvendos me shpejtësi seancat stërvitore në fusha të tjera në mënyrë që të rinj të mund të vijojnë përgatitjet pa ndërprerje. Hetojmë se për shkak të bombardimeve të vazhdueshme në qytetin e tyre të lindjes, Harkiv, ekipi kryesor dhe Akademia e FC Metalist 1925 janë zhvendosur në kryeqytet për të vazhduar aktivitetin e tyre sportiv. Bëhet fjalë për rreth 120 futbollistë të rinj që aktualisht jetojnë, studiojnë dhe stërviten në kryeqytet.